Para se me ndru fotografi, do doja të ndalëshim pak më nga dalë dhe kjo pjesa, sepse pikrisht ka qenë koha kur ti vendose me e qitë të mbrendshme njashtë. U bullizove shumë, e vuajte shumë, e mbajte në vete shumë, e ndave vesh me njashtë të tu, po ke një ditë kur ti vendose me thonë, Labi duhet me shku edhe me studiu. Me gjithse ke një studimet pak me vënis, por vendose me studiu ëndrën tënde që është gazetaria. Isha në dilema, do më thonë, duke qenë pjesë e një strukturë, më me thonë që shto bullizus në një shoqëri, me në isha qka me studiu, do isha në fakt edhe gazetarin, do isha edhe mjekësin, po edhe do isha edhe psikologjin. Do më thonë, mjekësin do isha shumë, sepse pasha shumë raste, isha në kontakt me shumë mjek, do me thonë, isha në rjedhat të spitaleve të ndryshme, edhe me në isha pse jo. Po në anën tjetër, dhe isha jo, nuk jam në për atë punë. Nuk jam për atë punë, sepse unë jam shumë indishëm edhe nuk ka gjasa. Unë edhe si fëmija konë shumë i gjallë kështu, do me thonë edhe në shpe u bëjsha prezentu si gazetari, edhe i mbjesha krejt, edhe unë bëjsha emisione bëjsha, kështu që vendosa me studiu gazetarin. Gazetaria menojsha që kam me i hapë dyrë të mënyra që ati komunikimit të emet të tjera. Menojsha që okej, unë e kam më konë njërin dër gazetare që unë pretendoj për më konë dikush një ditë. Po, prap kisha doza frikes pra gjykimit që qësh me dojnë publik, pse me dojnë publik, edhe nuk e gjisha, po gjithë si thash po studioj se është shumë e rëndësishme. Periudhë e rëndësishme edhe pjesa gazetarisë, ku unë mësova shumë qka prej saj, mësova qysh bëhet gazetaria, pse bëhet gazetaria, po edhe një dozë e keqe e mësova edhe në universitet, ku unë bullizova edhe prej disa pedagogve, po. Të cilët ata janë pjesë të televizionit, e kam thonë gjithmonë, edhe gjithmonë kam thonë me zot lartë. Unë njihna si një gjallë që e thamë të vërtetën, edhe gjithmonë kam thonë, duke i rujt gjithmonë emrat, edhe duke mos i etiketu me emra, sepse nuk është shumë etike pra po thëmë, edhe pse shpesh herë gjykona për këtë pjesë që duhet me folë me emra, me mbjemna, po jo, unë nuk më i mjallon gjyqin kërkujt. Merë keq kjo pjesë, sepse duke po edhe personazhe që ty ti ndjek edhe mas një të ligjerojnë, është e bimshme edhe pak kjo, po e te kalova dhe këtë hap. Qatë thanë, Lab? Anashkallimi, thonë të drejtë, anashkallimi, dhe me thonë edhe me pasë në universitet për shkak pamjes, kjo ka qenë e dukshme, dhe me thonë... Nuk t'japshin hapësirë? Jo, asë një herë. Kështu që merë keq edhe për këtë pjesë, po mas një u distancova edhe pak edhe prej asaj pjesës. Kisha momente të dorëzimit, momente të reflektimit, po anën tjetër, më nesha të qka duna me bot, ashtë ku mja njës, ka me shku, pse me shku. E kisha dy momente, do me thonë, ose me dështu, më rëzu si lab, ose me esë për para edhe me rëzu krejt ata emra të cilët vazhdojnë me ma bo rrugën pak ma të vështirë. Unë isha të dash me studiu, më kanë aty ku do isha, kështu që unë nuk prisha më ma... Metalit? Po, do me thonë, unë prisha më ma letu punën, jo me ma vështirësu të në kohës. Po, e te kalova dhe këtë pjesë, edhe menoj që e ka qenë shtyrja më e madhe e vetës sem, unë për vetën. Kështu që, thash që edhe këto e kalova dhe atë pjesë, shpesher menoj se isha kanë shumë i fort me kalu situatë pas situatës. Ideja është që u futën në gazetari për me ngritë zanin për bullizmin që të bë. Dhe e dëshmove të kundërtën. Pikërisht në profesionin e shajt që ti e pesi shpëtim, u dërgove ala ma poshtë. Po, qëllimi ka qenë gjithmonë, do me thonë, unë e kom darë gjithmonë gazetarin, po qëllimi vërtet ka qenë unë me ngritë zanin për mes gazetarisë e gjisha që në media gjithmonë, do me thonë, ti mund është me depërtu që atë. Po, erë një moment, një kohë edhe një periudhë kohë. Kur ti u dëshprove edhe ngaj.